Komuna e Prishtinës me ndërmjetësim ka bërë kthimin e borxhit të arkëtuar te kompania regionale për mbledhjen e mbeturinave pastrimi. Mirë po as kjo nuk ka mjaftuar që punëtorët të kësaj kompanie të martën të vazhdojnë punën. Ata kanë protestuar para objektit të ndërmarrjes, duke thënë se nuk pranojnë që të tjerë operator ekonomik që janë kontraktuar në muajin maj nga komuna të operojnë në qendrën e qytetit. Ata akuzuan menaxhmentin për bashkëpunim me komunën. Unë jam qaj që ku mbrojt me luftë që të vend, se këtu ish folë sërbisht, e tash për mbroj me punë. Nuk ko bje në unë që manual punën. Na ku që s'kena lyp, kur s'kena lyp, veç punën tonë, me në leju me punu. Që kena punu që në 25 vjetë. Edhe mas muna pengu, ku që tjetër? Ku që tjetër? Ditën e mirë. Këto dëllavere që i neve dojnë na ka talë, thy kur i vendimin që kota për vendimin për me konë na kryesor që të me oferon Prishtinë, nëse na kem nevoj. Jo s'kem shka më gut na, ku që s'nas... Ne hajtë kalzojna pra. Sinani thot se hallin e vetëm e ka në humbjen e vendit të punës. Na kem hallin tonë punës, që pa drejtësisht për hupun punët. Djerë sa jonë, këto janë për 1500 vjetë që mërë rogë pa punueq. A na që punuem jem 200 vjetë, për muem që, për halom, për lypin për një ma shumë. S'kem ku me shku për të asoj. Kryeshefi KRM Pastrimit, Petre Treqica, deklaron që mbledhja e mbeturinave do të bëhet vetëm nga pastrimi për të gjithë kryeqytetin. Problem pak në pastrim mo nuk ka, na realisht kemi arrit me siguru naftën, edhe po besoj nga sot kemi me dal me kry terenin, po besoj arsyeja pse se ndal ende është për shkak se është kërku një takim edhe nga ona e komunës, me po sigurisht edhe na kemi me kërku një raport të detajum operatori privat çka ka kry shërbim dhe çka ka met pa kry shërbim, sepse ndërmarrja jonë tash e tutje do të filloj të kry shërbim në tërë territorin e Prishtinës. Treqica ka pranuar se punëtorët e ndërmarrjes kanë pakënaqësi me operimin e operatorëve të tjerë. Realisht ka qenë pakënaqësi çdo herë e punëtorëve tonë, sa herë që është diskutu operatori privat. Ne po e presim të shumë, nuk është çështje jona mo operatori privat, sepse as nuk e kemi angazhu ne dhe as nuk është kërku nga ona jonë ndonjë miratim, është angazhu nga komuna, ata le të rregullojnë sido që tjetë, ne sigurisht do të kryejmë shërbim në tërë territorin e Prishtinës, ashtu siç e përcakton rregulloria. Gjykata Supreme në fillimin e muajit qershor ka marrë vendim që të mbetet në fuqi rregulloria që përcakton që shërbimi i mbeturinave të paguhet direkt në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi dhe jo në komunë.